Xhaxhi Xhemalaj, jam një nga aktivistët që nga dita e parë në këtë protestë madhështore, ku të rinjt janë ngritur më në fund, janë çuar nga kafet dhe kanë dalë në shesh për të kërkuar të drejtat e tyre, për të kërkuar një qeverisje sa më të mirë, një qeverisje ku nuk ka korrupsion, një qeverisje funksionale në bazë të ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Dhe mendojmë që sot në ditën e 47 kemi kaluar në një fazë tjetër maturimi, që është një fazë organizimi, dhe për këtë gjë kemi menduar të ngrejmë një kuvend i cili në një farë mënyrë të mbledhë të gjitha grupimet që ndodhen në këtë shesh, të mbledhë të gjitha rrymat, të gjithë qytetarët dhe të furnizojmë këtë protestë me ide të ndryshme dhe me njerëz sa më shumë. Është një përpjekje e cila do të vijojë dhe në ditët në vazhdim. Ne do të ndalemi vetëm në momentin që Edi Rama jep dorëheqjen e tij, do ndalemi vetëm në moment që gjithë sistemi që nga 44 deri më sot të rrëzohet. Pra gjithë ky sistem që ka mbajtur të mbyllur gjithë energji që shqiptarët sot po deri në shesh. Pjesëmarrja e rinisë është ndoshta pjesëmarrja më e rëndësishme në këtë kuvend që po përgatitet. Ndaj dhe i mirpresim ata të jenë sa më të shumë të vinë dhe të marrin fatet e vendit në dorë. Një nga elementet kryesorë të këtij kuvendi është pikërisht diaspora, që është aq e zëshme për fatet e kombit tonë. Unë vetë jam një i ri i cili përpara një dekade është kthyer nga emigracioni. Kam jetuar mbi 13 vjet në Evropë dhe si të gjithë emigrantët na diqte malli për MMD-un, për atë MMD-un, siç thoshte nëna ime e dashur, dhe kështu ne ndjejmë detyrim dhe kemi me zemër dhe me shpirt që jemi këtu sot të luftojmë për vendin tonë. Diaspora më kupton për ato që them, e kupton dashurinë që një emigrant ka për vendin e tij, se si ri koka mbrapa për nënën dhe për baban, për fëmijët, për të gjithë të dashur që ka në Shqipëri. Ajo që vëmë re vitet e fundit në Shqipëri është që ka një shpopullim masiv të shqiptarëve. Shqiptarët po largohen dhe po zvendësohen nga të huaj. Sot kudo që të vesh në Bregdet, në mal, në qytete, shikon vetëm të huaj. Ne jemi një popull shumë i vogël. Jemi një popull i cili shumë shpejt mund të ketë një përmbysje demografike shumë të madhe. Ndaj vëllezër, motra, shqiptar të dashur, të gjithë këtu së bashku të bëjmë përgatitjet për kuvendin dhe të çlirojmë Shqipërinë tonë, sepse nuk mundet që ne të ardhmen e vendit tonë ta lëmë në dorë të huajve.